Kursi i Kantos, pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina, mbetet një nga kurset më të ndjekura, ku talentet e reja në muzikë po afirmohen fal punës së vazhdueshme dhe përkushtimit profesional. Nxënësit e këtij kursi janë pjesë e konkurseve të ndryshme artistike, si dhe aktiviteteve që organizohen në shkolla apo institucione kulturore. Në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, kursi i Kantos ka qenë gjithmonë i frekuentuar rregullisht edhe i preferuar përgjithsisht nga vajzat. Pas një pauze mbas pushimeve të vitit të ri dhe përmbylljes me sukses të koncertit të vitit të ri, tani kanë filluar rishtas kursi me nxënësit e Kantos të Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Luna Nerguti është një nga talentet e reja që për 6 vitesh ndjek kursin e Kantos me mësuese Aishen. Ajo shpreh se fal këtij rrugtimi artistik ndjehet tashmë më e sigurt në skenë dhe më e pjekur nga ana artistike. Kam 6 vite që merrem me kursin e Kantos të Qendra Kulturore e Fëmijëve. Unë ndjej ndryshimin që kur kam ardhur deri tani, po përballem me shumë gara dhe kam fituar shumë çmime. Në Qendrën Kulturore të Fëmijëve çdo vit ndjekin kursin e Kantos mbi 20 talente të reja, ndërkohë që çdo fëmijë i talentuar është i mirëpritur, me synimin që krahas talentit, përmes punës së vazhdueshme, të arrijnë të jenë pjesë e skenave të ndryshme artistike dhe të ndërtojnë një të ardhme në art.